Një shtëpi e vjetër në rrugën Abedin Tërbeshi po vlerësohet si rrezik serioz për banorët dhe për kalimtarët që frekuentojnë këtë zonë. Banorët thonë se kjo gjendje po vazhdon prej disa vitesh dhe se sa herë ka rreshje shiu apo bore, objekti dëmtohet edhe më shumë dhe copa nga muri apo hapësira të tjera të shtëpisë bien në tokë. Është urxhu, shënit si mbasasajna është urxhu kjo, që sa kosh, kështu, veç shkan to shem. Kjo është edhe rrezik më ndonë ai fëmijë ose ai kerr ose diçka, mirë po kur farmasa nuk marrin tek mëna për mi rrezu. Rreziku është më i madh pasi në këtë rrugë qarkullojnë çdo ditë fëmijë. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrjen e institucioneve përkatëse, por deri me tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ki njerëz, ki fëmijë që luajnë kia se ton verën e got, edhe dimni tash është, që shtopi, po që kjo gjendje është e kësajna. Nuk merr kërkush masa. Kemi kërkuar edhe në kapun, mi po kur farmase nuk nda marrë. Meqense se ky objekt është pronë private, ne kërkuam të marrim një përgjigje edhe nga pronarët e kësaj shtëpie. Mirë po deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje në lidhje me këtë çështje.